العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu I cili na ka tubuar sonte të gjithëve këtu së bashku për të mësuar dituri dhe për të kaluar disa çaste të veçanta e të mrekullueshme në përkujtimin e Allahut xhalla xhelaluhu dhe në mësimin e fesë së Tij. Na vazhdojmë në shpjegimin të cilën e kemi të zakont në çdo të shtunë, pra çdo javë që jemi duke jetuar me shpjegimin e këtij librit I cili është me vërtet me dobija të mëdha që na të frymëzohemi me këto këshilla të cilat I përmban këtu në këtë libër që hoxha dhe autori I shkruajti, që ai me vërtet është munduar dhe ka dhënë mundin e tij për të I tubuar këto dobija të mëdha të cilat janë me vërtet ndriçim dhe janë udhëzim për ne. Na shpjeguam o vëllezër në dersin e kaluar por një temë e cila ishte shumë më rëndësi që kaluam, pra me disa tema të veçanta të cilat me vërtet janë aq të nevojshme shumë që na të dim e së paku në këtë klasën e dytë të këtij kapitullit, të cilat hoxha I selli ato edukatat dhe moralet e atyre burrave të mëdhenj të cilët I pat zgjedhur Allahu xhalla xhelaluhu, e ato padyshim se zemrat më të mira të robëve të Allahut xhalla xhelaluhu ishin pejgamberët, dhe se si ishte edukata e tyre ndaj krijuesit të tyre, si dhe pastaj folëm në një elitë e cila ishte e veçantë dhe ato ishin ato burrat të cilët jetuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ato ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë edukate kishin ato ndaj të dërguarit të Allahut. Në dersin e kaluar folëm për disa burra të mëdhenj dhe për disa dietar të mëdhenj e të veçantë, të cilët kishin një etik dhe një edukat, një moral shumë të madh ndaj mëshirës së njerëzimit, udhërrafysit të njerëzimit, ai ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Folëm dhe unë njoftuam shumë me ato burra dhe çfarë respekti, çfarë edukate dhe çfarë morali të lartë të tyre kishin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lind pyetja që të dim se a thua kush janë ato dietar, kush janë ato burra dhe kush janë këto hoxhallar të cilët Allahu xhalla xhelaluhu I ka ngritur dhe I ka vlerësuar, ka ngritur statusin e tyre dhe pozitën e tyre lartë. E padyshim se tema në vijim është vëllezër që na të njoftohemi, e ajo është fadlul ulama. E sjell hoxha këtë temë, pra këto e cila është me të vërtet shumë e nevojshme, që do të thot pra vlera e dietarëve, çmëshmëria dhe nderi, pozita e dietarëve, superioriteti I tyre. Çfarë pozite I u dha Islami hoxhallarëve dhe dietarëve?
Padyshim se Islami ju ka dhuruar një vlerë shumë të lartë dhe i ka nderuar shumë dietarë të vëllezër derisa i ka bërë të jenë trashëguesit e pejgamberëve. Dhe se padyshim se nevoja më e madhe në kohën tonë që na duhet të dimë e të informohemi e të njoftohemi është që na të njoftohemi me vlerën dhe me çmëshmërinë e dietarëve, me pozitën dhe statusin e tyre, se çfarë pozite dhe çfarë vlere kanë dietarët dhe çfarë vlere kanë hoxhallarët, çfarë merite ju ka dhuruar Islami, ku me të vërtetë se në këtë kohë thuajse është humbur dhe është shterur gati vlera dhe merita e hoxhallarëve dhe dietarëve. Dhe se padyshim se në një shoqëri, në një vend, në një popull, nëse humb vlera e dietarëve, ka humbur ndriçimi atij populli. Është zbehur udhëzimi atij populli dhe se padyshim se pastaj në atë popull është përzier haku, është përzier e drejta e vërteta me të pavërtetën. Dhe ngelin ashtu të hutuar populli nëse nuk i kanë në prezencën e tyre hoxhallarët dhe dietarët. Ata të cilët Islami ju dha vlerë të lartë. Edhe se gjithherë o vëllezër njerëzit janë munduar dhe kitë mban një amend mirë, se gjithherë janë munduar të huajt që besimtarve muslimanëve t'ja u heqin vlerën e dietarëve të tyre dhe t'ja u largojnë dietarët, t'ja u largojnë hoxhallarët dhe t'ja u zbehin dietarët e tyre të cilët i posedojnë. Për arsye se nëse arrin që t'ja u zbehin dhe të i nënvlerësojnë dhe të i nënçmojnë mësuesit e fesë të tyre, atëherë e kanë në dorë atë popull. Përderisa janë në vlerësimin e mësuesve të tyre, në vlerësimin e dietarëve të tyre dhe hoxhallarëve të tyre, ai popull ka vlerë dhe ka nder se ata janë të kapur për të pastërtën të cilën Allahu xhelle xhelaluhu i ka bërë këto burra që të qëndron Islami dhe feja ati mbi këto burra, mbi hoxhallarët, mbi dietarët. Allahu xhelle xhelaluhu i bëri imama dhe prisa të fesë të Islamit dhe këto burra janë ata të cilët e ruajnë dinin e Allahu xhelle xhelaluhu dhe i mbrojnë themelet e dinit të Allahu xhelle xhelaluhu. Ja mbrojtën fjenë njerëzve nga turbullimet, ja mbrojtën fenë njerëzve nga falsifikimet dhe nga ndryshime dhe nga shpifjet, nga ato turbullimet e burimit të cilët gjithherë janë munduar që ta prishin dhe ta turbulojnë burimin e Islamit. E Allahu xhelle xhelaluhu i kalon ekspertat e mëdhenj të dijes që ata të punojnë palodhshëm në shërbimin e dinit dhe fesë për njerëzit. E mu për atë vëllezër, Imam Ahmedi rahimullah është ai i cili kur foli për dietarët tha kështu: tha janë ata burra, ata njerëz, ata elit e lartë të cilët kur njerëzit janë në humbje, këto janë ata burra të cilët i udhëzojnë dhe janë ata të cilët i udhëzojnë nga humnera e dalaletit në dritën e udhëzimit. Edhe se janë dietarët dhe hoxhallarët ata të cilët qëndërojnë dhe i bëjnë sabër dhe i bëjnë durim edhe të këqijave të cilët i marrin nga besimtarët. Edhe ato dëmet të cilët do t'i marrin nga populli i vet kur ata i therrasin në hak dhe në të drejtë. Padyshim se çdo hoxh, çdo dietar, çdo thirrës në dinin e Allahut xhelle xhelaluhu, ai do të ketë dëmtime dhe lëndime, do të ketë nënçmime dhe poshtrime dhe mosvlerësime, e ai e bën këtë durim. Për çka e bën këtë durim? Për arsye se shef se ai popull nëse vazhdon kështu shkon në një humbje, dhe se është obligim i dietarit, obligim i hoxhës që ai ta thërret popullin e tij dhe ai ta vetëdijson popullin e tij. Dhe se tha Imam Ahmed ibn Hanbali rahimullah, këto janë ata burra të cilët shumë zemra të vdekur i ngjallin me librin e Allahut xhelle xhelaluhu. Kush? Dietarët dhe hoxhallarët. Tha dhe janë ata të cilët ja u hapin sytë njerëzve, atyre të cilët janë të verbër me dritën e Allahut xhelle xhelaluhu.
Dhe sa prej atyre zemër mbytve, të cilët i ka mbytur iblisi, i ka mbytur shejtani, ata i kanë gjallëruar, dhe sa prej atyre të humburve, të cilët kanë vdekur për së gjalli, ata i kanë udhëzuar dhe i kanë gjallëruar. Bu për atë vëllezër, Mejmun ibn Mihran, tabiu i ndershëm, rahimullah, tha: El ulama'uhum dallati fi kulli balad. Dietarët, hoxhallarët janë ata burra të cilët janë çështja e humbur e imja në çdo vend, në çdo qytet. Që nëse nuk i gjej, janë kërkesa ime, që unë ata i lypi dhe ata i kërkoj dhe ata i gjej. Kush e thot këtë? Thot ky burri i madh tabiu i ndershëm Mejmun ibn Mihran. Dhe se thase: Wajadtu salaha qalbi fi majalisati al-ulama. E kam gjetur përmirësimin e zemrës time dhe e kam gjetur atë mbikëqyrjen e zemrës time në shoqërimin e hoxhallarëve dhe në uljen me dietarët. Kam gjetur mirëqenjen e zemrës time në shoqërimin, në uljen me dietarët. Dhe se njerëzit gjithherë janë munduar dhe më të vjetrit e kanë arritur të na pleqët e tonë, haxhilerët tonë, se gjithherë është munduar dhe në ato udhëheqësit e mëhershme të cilët kanë qenë, janë munduar të umeti islami që të zbehin dijet, edhe të izbehin thirrsat e fesë, edhe të izbehin dietarët dhe hoxhallarët, që mos të kini vlerë të njerëzit, e pastaj i luan në fe dhe flet në fe kush të ketë mundësi. Gjithherë kanë sjellur shembull nënçmues për hoxhallarët, për dietarët. Në popull hoxha ka qenë njeriu më i dobët, mësuesi i fesë, njeriu më fukaraja, më papasaniku, më i meti, më i cili nuk kanë lakmuar njerëzit janë sikuraj. A kurse në din dhe në fe kanë vlerë shumë të lartë të vëllezër. Hoxhallarët dhe dietarët, të cilët ka humbur respekti të na dhe ka humbur nderi i hoxhallarëve dhe dietarëve të na, te feja e Allahut xhel xhelalu kanë pozitë shumë të lartë, kanë nder shumë të lartë dhe këto kanë merita të mëdha shumë, se i kanë ngritur Allahu xhel xhelaluhu. Edhe pse të tjerët janë munduar që të i nënçmojnë dhe të i humbin, për arsye se Allahu xhel xhelaluhu vlerëson dhe ngren popull simbas diturisë të cilët ata e posedojnë, dhe simbas përvetësimit të aftësisë së tyre të cilët ata e kanë arritur dhe e kanë marrur. Por atë argumente të shumë të gjemë në Kur'an, o vëllezër, në librin e Allahut xhel xhelaluhu dhe në sunnetet e pastra të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë ngritur lart meritat dhe vlerën e dietarëve dhe hoxhallarëve. Që Allahu xhel xhelaluhu në suratul Mujadala fa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu xhel xhelaluhu i ka ngritur ata të cilët kanë besuar nga ju dhe ata të cilët kanë dituri dhe ju ka dhuruar dituri, tha Allahu xhel xhelaluhu i ka ngritur shkalla të larta shumë. Na e komenton këtë ajet Ibn Abbasi radiallahu anhu, komentatori më i mirë i Kur'anit, i cili tha se Allahu xhel xhelaluhu i ngrin ata të cilët kanë dituri nga besimtarët ndaj atyre të cilët nuk kanë dituri, shkalla shumë të larta. Ti vetëm si musliman Allahu xhel xhelaluhu të ka ngrit mbi të gjithë umetet e tjerë. Të ka ngritur me pastërtinë tonë si besimtar. E pastaj me diturinë nga besimtarët dallohen ata të cilët kanë dituri me shkalla shumë të larta. O vëllezër, me të vërtetë se na duhet që të njoftohemi me mësuesit e fesë. Na duhet që të dim vlerën, meritën dhe prestigjin e madh të këtyre burrave të cilët Allahu xhel xhelaluhu i ka lënë si trashëgimtar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në të gjithë këto shekujt pas. Se nuk gjen udhëzim dhe nuk gjen ndriçim të rrugës tonë dhe nuk gjen pastrim të fesë tonë, por vetëm se të dietarët dhe të hoxhallarët. Kush ta ruan fen, kush ta mbron ty fen, nëse nuk i kje prezent dhe nëse nuk jeton me hoxhallarët, me dietarët e mëdhenj, e padyshim se
Mirësia aq e madhe është të vëllezër derisa ai i cili arrin që të jetë mësues i njerëzve t'ja u mëson hajrin. Dhe ai është një thirrës i cili i thirr njerëzit që të i thërret për në hajr dhe për në të mirë dhe mundohet që t'ja u shpjegon njerëzve fenë e Allahut xhallahu dhe t'ja u mëson atyre dhe të mundohet që të nxjerr nga humbënera e dalaletit në ndriçimin dhe dritën e rrugës së udhëzimit. Dëgjoni se çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilën transmeton Imam Tirmidhiu nga Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha wa malaikatahu hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fi al-bahri la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dijeni se me të vërtetë Allahu dhe melaqet e tij, bile edhe milingonat në vrimat e tyre, edhe peshqit balenat në det, të gjithë ata dërgojnë bekime dhe bëjnë lutje mbi atë i cili ja u mëson njerëzve hajrin dhe të mirë." Krijesat të gjitha të bëjnë dua për atë që ja u mëson, edhe pse ti ndoshta nuk e vlerëson, edhe pse ti ndoshta nuk e nderon, edhe pse te ti një hoxh, një dietar ose një mësues i fesë nuk ka vlerë, dije se ai që mundohet të shpjegon dhe mundohet të mëson e të thirr në rrugën e Allahut xhelel xhelalu, për to bëjnë dua dhe me laqet e Allahut dhe gjallësat në ditë. Paramendohet të kërkojnë dhe falje për to. Në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu tha: "Kërkojnë falje për atë që ja u mëson njerëzve hajrin dhe të mirën edhe peshqit në ditë." Kërkojnë falje: "O Zot fale, o Zot bekohe këtë njeri, sa ai mundohet që t'ja u mëson njerëzve hajrin dhe të mirën." Dhe se pa dyshim se Allahu xhelel xhelaluhu e ka bërë obligim bindjen dhe respektin e tyre. Dhe se këto janë për qëllim dietarët të vëllezër hoxhallarët të ajeti Allahu xhelel xhelaluhu që Allahu i veçoi me respekt pas Allahu xhelel xhelaluhu dhe të dërguarit të tij, tha wa ulul amri minhum, dhe ata të cilët janë udhëheqësa, ata të cilët kanë autoritet mbi ju, që udhëheqin punët e juaja. Udhëheqësat e juaj duhet me i respektuar dhe me u bindër atyre. Allahu xhelel xhelaluhu në surën Nisa tha: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum." O ju që keni besuar, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit të tij dhe atyre të cilët kanë udhëheqësi autoritet mbi ju. E kush janë këto të cilët janë për qëllim këtë ajet wa ulil amr? Kush janë këto ulil amr? Këto udhëheqësat e juaj që kanë autoritet mbi ju, që i udhëheqin punët e juaja. Atëherë gjithashtu vëllezër, shpjegimin më të mirë na dhuron apet përsëri shpjeguesi më i mirë i Kur'anit Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, i cili tha se në këtë ajet Allahu xhelel xhelaluhu tha i ka për qëllim ulul amr janë ata të cilët janë ahlul fiqhi wad din wa ahlu ta'atillah, janë njerëzit e diturisë së fiqhut, pra jurisprudencës islame, ata të cilët kanë dituri të madhe në fe dhe ata të cilët i binden Allahut xhelel xhelaluhu shumë. Pra me një fjalë vëllezër, dituria ka pozitë shumë të lartë, edhe sa aq pozitë dhe merit të madhe i ka dhënë Allahu xhelel xhelaluhu, sa që e ka bërë obligim bindjen dhe respektin ndaj tyre. Shejh Islam ibn Taymi rahimullah, kur flet për kuptimin e kësaj fjalës, na tregoi se për qëllim pra janë dietarët, hoxhallarët dhe udhëheqësët, e të cilët tha ulul amr janë dy kategori, e ato janë udhëheqësat dhe janë dietarët. Nëse këto dy grupe, dy kategori përmirësohen njerëzit, nëse ato prishen të gjithë njerëzit. Tha ato janë ulama'u wal umara, fa idha salahu an-nas wa idha fasadu an-nas. Nëse njerëzit të cilët janë në një jetesë me dietar dhe me udhëheqësa, po i kanë këto dy të përmirësuar, do të përmirësohet gjendja atyre. Po prishën udhëheqësat dhe hoxhallarët, atëherë do të prishen dhe njerëzit. Se këto janë burimi
Edhe këto janë shtylla të cilët mbajnë mirëqenien njerëzore të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka mbështetur. Dhe ka mbështetur udhëzimin të to që ato të mësojnë nga dituria e lartë të cilën i ka nderuar Allahu xhelle xhelaluhu. Më për atë, nxënësi i shquar Ibn Taymiyes rahimullah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimullah, kur flet duke na i cilësuar dhe duke na i përshkruajtur dietarët të vëllezër, ai tha kështu: ato janë në tokë, pozita e dietarëve në tokë, statusi i dietarëve në tokë, tha është sikur yjet në qiell. Kështu tha është krahasimi. Me yjet më herët pleqët e tonë dhe axhilerët tonë kanë arritur kohën që janë udhëzuar me yjet për të shkuar në trege, nëse kanë dalë natën, ato të cilët kanë qenë gjithashtu dhe me anije që i kanë lunduar në përdet, janë udhëzuar me dritën apo me ndriçimet e yjeve. E mu përat, Ibn Qayyim rahimullah thot se dietarët pozita atyre në tokë janë ndriçues dhe janë udhëzues sikur yjet të cilët janë të bukur dhe të stolisur në qiell. Tha me to udhëzohet i hutuari në errësirë. Me yjet udhëzohet i hutuari në errësirë, i humburi në errësirë që nuk e gjen rrugën, edhe kështu me dietarët, me hoxhallarët, i hutuari në errësirë të humbjes së dalaletit udhëzohet me to. Udhëzohet me hoxhallarët, udhëzohesh me dietarët, me mësimin e hoxhallarëve dhe të dietarëve, të cilët e kemi humbur o vëllezër respektin, edhe kemi harruar se nevoja e njerëzve por hoxhallarët, për dietarët, është Ibn Qayyim rahimullah më e nevojshme se sa haja dhe se sa pija. Dhe se është më e nevojshme, respekti është dhe më obligative, por to që të i respektojnë dhe t'ju binden hoxhallarëve dhe dietarëve, më obligative se sa të i binden babës edhe nunës. Dhe se the kjo është me tekst kuranor që Allahu xhelle xhelaluhu i thërret në Kur'an të gjithë besimtarët duke ju thonë: ja eyyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju që keni besuar, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin e tij, edhe ata të cilët janë udhëheqësit e juar që kanë pra prioritet mbi ju dhe udhëheqësi dhe ju udhëheqin veprat e juaja, pra ata janë dietarët dhe udhëheqësit e juaj. Mejmun ibn Mihrani, o vëllezër, na tregoi një shembull të madh për dietarët, i cili tha se mathalul alimi fil balad ka mathalu aynin azbatin fil balad. Shembulli i një dietarit, shembulli i një hoxhës në një qytet, tha është si shembulli i një burimi të freskët dhe burimi të pishëm, e që është aq i freskët dhe i mirë. Ky është shembulli i një dietarit i cili është pra dietar me plot kuptimin e veprimit dhe dijes të cilën ai e mban si përgjegjësi në thirrjen dhe në mësimin e fesë që i thërret njerëzit që t'ja u mëson fejnë Allahut xhelle xhelaluhu. Gjithashtu është thonë se mathalul ulamai mathalul ma, shembulli i dietarëve, tha dietarët janë sikur uji, kudo që të bjen uji ai sjell dobi. Haythu ma saqatu nafa'u, kudo që të bjen uji, a ke pa nëse në një tokë bjen uji, me njëherë gjelbron ai vend. Aty me një shtëpi, me një vend, me një qytet, me një fshat ku ka dietar, ku ka hoxh, i cili thërret në dinin e Allahut dhe mësues i fesë, le ta dinë se aty ku ka dietar është sikur uji. Aty ndriçohet ai vend dhe aty lulëzon ai vend dhe gjelbrohet, e me një vend që nuk ka dietar dhe nuk kanë hoxhallar, le ta dinë se ai vend pra është i shterur dhe ka ngelur shkretir e cila nuk ka në to pastaj as jetesë. E mu për atë vëllezër, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, djali Imam Ahmed ibn Hanbalit, e pyeti një herë babën e tij se gjithherë Ahmed ibn Hanbali rahimullah, kush ishte Ahmed ibn Hanbali, çfarë pozite të madhe të tij kishte në dituri, ai bonte dua gjithherë për Imam Shafiun rahimullah. Para mendo. Dhe djali vetë e pyeti një herë, tha: o baba im, dua që të pyes, tha, për lutjet e mëdhaja që ja ban Imam Shafiut, pse kaq shumë lutesh për Imam Shafiun rahimullah? Atëherë u përgjigj Ahmed ibn Hanbali rahimullah, tha: ja bunaj,
tha, o biri im, a e di se Imam Shafiu, tha, për njerëzit është sikur dielli për tokën, dhe sikur shëndeti që është për njerëzit, tha, kështu është Imam Shafiu. Burri i madh me dituri të madhe, ekspert në çështjet e fikut edhe në shumë lëmije tjera. Burr i madh, tha, është për njerëzit. Subhanallahu, Allahu xhelle xhelalu, disa dietari kanë nderuar shumë që ato të bojnë dhe të ta pastrojnë ty fen nga keq kuptimet, dhe nga dyshimet, nga shpifjet, nga turbullimet. E tha Imam Ahmedi rahimullah, tha, Imam Shafiu rahimullah për njerëzit, tha, është sikur dielli për tokën dhe si shëndeti për to. A ka diçka që ja u zaventson njerëzve këto dyja? A ka me diçka që mund më u kompenzuar këto dyja? Nuk kompenzohen. Kështu pra është nevoja e një dietarit të madh dhe një hoxhës së madh. Gjithashtu Imam Ahmedi rahimullah tha, nevoja e njerëzve për hoxh, për dietar, tha, është më e nevojshme se sa haja dhe sa pija. Tha, pse kështu? Për arsye se njeriu ka nevojë të hanë 2 herë ose 3 herë në ditë. Tha, kurse për dijen ka nevojë në çdo kohë dhe në çdo moment. Vazhdimisht ki nevojë për dije. Vazhdimisht ki nevojë që ti të pyetish, e të mësosh fen tënde. Pse se nuk ka arritur shumë, dikush ka ndar kohë dhe është munduar që ai i të bën argumentet dhe të i shoshit e të sjell të gatshme, e pastaj ti i mshon me shkelem dhe thua, nuk më intereson. I di unë, s'ka nevojë me më shpjegu. Në fakt, kur e shef, mas shumë ti jemi të nevojshëm në o vëllezër që të marrmi dituri edhe të dim se na jemi ata të cilët mas shumë ti që nuk mund të ja dalmi pa dietarët dhe pa hoxhallarët, jemi na si ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ato janë të cilët ty ta drejtojnë logjikën. Fukahat, juristët e mëdhenj të jurisprudencës islame, ato janë të cilët ty ta rregullojnë mendjen dhe logjikën, që të i kuptosh argumentet. Lexon ajetin e Allahut, lexon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po nuk e kupton. Kush ke ai që e kuptoi dhe e drejtoi? Këto të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i pajisi me dituri, ti ka të buar dhe ti pastaj i lexon apo i ndëgjon dhe i kupton meselet, elhamdulillah, vepron dhe adhuron Allahun xhelle xhelaluhu. Mu për ato ti musliman i je shumë i nevojshëm, edhe asnjëherë nuk mund t'ja dalish pa dietar dhe pa hoxhallar. E veçanërisht ata të cilët ta rregullojnë ty fen dhe të rregullojnë udhëzimin tënd. Edhe hadithet e pejgamberit të Allahut, hadithologët, ata të cilët i kanë mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë ata të cilët i kanë pastruar hadithet. E çel librën, e shef se dikush ka punuar për to, i ka darë veç ato të cilët janë të shpikura, i ka pastruar hadithet e sakta, ti ka lënë dikun, ti e çel librën e lexon, ky hadith është i saktë, e merr vepron, e din argumentin, e dikush ka harxuar kohë shumë për këtë çështje. Me ti pastruar hadithet e pejgamberit të Allahut, e ti kesh të pastra dhe të kesh të gatshme për të i mësuar dhe për të lexuar. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu ka lënë eksperta të tefsirit, të komentit të Kur'anit të Allahu xhelle xhelaluhu, tefsiri, komenti i Kur'anit të Allahu xhelle xhelaluhu, burra eksperta të cilët ty ta kuptojnë Kur'anin e Allahut. E merr e lexon fjalën e Allahut, se merr vesh, nuk e kupton. Dush me thirr kan, me thirr dikan që është eksperti asaj lënde, asaj lëmie, që të ta shpjegon ty se çfarë kuptimi ka ajeti i Allahut xhelle xhelaluhu dhe fjala e Allahut xhelle xhelaluhu. Po unë e lexoj shqip, e lexon shqip, po nuk e merr vesh. E kupton arabisht, po nuk e merr vesh. Dush me u kthy te ato burrat eksperta që i kanë nderuar Allahu xhelle xhelaluhu me deturi, e të i lidhin argumentet e fjalëve të Allahut për të i kuptuar dhe mos më i keq kuptuar fjalët e Allahut xhelle xhelaluhu. Gjithashtu, historianët janë ata burrët të cilët kanë shkruar dhe ta mësojnë ty uljen e popujve dhe ngritjen e popujve në kalimin e shejkujve të cilët kanë kaluar. Nga kush do ta merrshmi dhe do ta se si ka qenë periudha e shejkujve të popujve, kush ke në udhëheqësi, kush ra, kush mbeti, kush kaloi, nëse nuk do të ishin mësuesit e mëdhenj pra, të cilët janë
të specializuar në landën e historisë, dhe ato të cilët janë usulistat e fiqhut, të cilët janë ata të cilët na trajnuan se si të nxjerrim dispozitat fetare nga Kurani dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ata mësuesit e gjuhës, të cilët ta mësojnë gjuhën, ta drejtojnë gjuhën tonë nga gabimet. Ta mëson gramatikën, ta mëson shqiptimin, ti mëson kuptimet e fjalëve, nëse ti lën anësh dhe bëhesh i panevojshëm, e ke prish gjuhën tonë, e ke prish të shprehurit dhe fjalën tonë, se kupton pastaj as gjuhën tonë. Këto janë ato burrat të cilët jemi na të nevojshëm shumë për ta edhe për dietarët të cilët na mësojnë fenë e Allahut xhelle xhelaluhu. Me një fjalë vëllezër, dietarët janë elita më e lartë në realitet për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu ju ka dhuruar pozitë të madhe dhe merit të madhe dhe i ka bërë ato superiorët, të cilët me të vërtet kanë shkalla të larta dhe janë me merit të dalluar, kanë status shumë të lartë, dhe se këto janë ata burra të cilët qëndruan dhe ju dha atë pozitë të lartë Allahu xhelle xhelaluhu, që i bëri trashëgues të pejgamberëve të Allahu xhelle xhelaluhu, 14 shekuj me radh, burra të cilat u lodhën vazhdimisht dhe me pa lodhje në shërbim të fesë Allahu xhelle xhelaluhu, dhe nuk nditen lodhja ato që të i shërbejnë fesë Allahu xhelle xhelaluhu. Vazhdimisht me mundime dajtën kohë, e ndajtën prej pjesës së jetës së tyre, ta dish binqëm se çdo hoxh, çdo dietar i cili ulet një ditë që të shpjegon ty e të ta mëson fenë, ai mas pakti një pjesë të jetës së tij, mas pakti se cili hoxh i ka nga 9 vite apo 10 vite studim që ai është munduar për me mësuar. Mas pakti kalon familjen e tij, mas pakti kalon lojat e tij, kur të tjerët kanë luajtur edhe shokët e tij kanë luajtur, ai i ka ngulur syt aty dhe është kërdisur që të mëson në librat e Allahut xhelle xhelaluhu apo në librat e fesë Allahut xhelle xhelaluhu dhe të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve na duket shumë interesant se nuk kursejmë asnjë send dhe nuk i kushtojmë mësimit të fesë Allahut as pak, dhe pastaj dëshirojmë që të jemi barabar me atë hoxhën, barabar me atë mësuesin. Po nuk mundet asnjëherë se Allahu nuk e ka bërë kështu. Ju ka dhënë pozitë, elitë të lartë janë ata të cilët mësuan, ata të cilët i kushtuan kohë diturisë, e pastaj ngriti Allahu xhelle xhelaluhu, ata të cilët u munduan, e pastaj e kanë obligimin që të i shërbenin njerëzve, e t'ja u mësojnë fenë, e t'ju mësojnë dituri dhe të përcjellin hajrin dhe të mirën, t'ja u mësojnë njerëzve. E ti i cili mendon se mund të arritë dhe të bosh barabar, një mesele e lexon, një libër e lexon, me njëherë hoxhës, ky nuk merr vesh, ky s'di. Ky nuk di të lidh në meselë. Ky nuk e kuptoi ka këtë çështje. Ky nuk din të lexon, ky s'din kështu. Në fakt, shumica prej tyre janë ata të cilët mas shumë ti kanë kushtuar kohë kërkimit të diturisë. Po folmi për atë elitën e lartë që Allahu i ka nderuar me dituri dhe janë munduar që me mësuar e me ardh me ta sjell të gatshme. E pastaj ti vetëm ulesh edhe ndëgjon, edhe i ndëgjon argumentet, e ndëgjon meselën se si është, e ndëgjon kuptimin e ajetit të Allahut, haditheve të pejgamberit të Allahut, e gjen ta tregon se ku është duhet transmetuar, kush ka thënë se është sahih, kush ka thënë se është jo e vërtet, e kështu me radhë të gjitha këto. Ku i gjen? I gjen te këto burra të cilët Allahu xhelle xhelaluhu i ka pajisur me dituri, o vëllezër. Na jemi të nevojshëm shumë në këtë kohë që na të ulemi edhe të shfrytëzojmë kohën sa më shumë, që të i çmojmë hoxhallarët dhe dietarët, të cilët ta mësojnë fenë e Allahut xhelle xhelaluhu. Se pa to nuk mund shpëtojsh as në dunjë e as në ahiret. Humben ato, është humbur udhëzimi yt, është humb drejtimi yt, është humb feja yt. Dëgjoj pejgamberin e Allahut se çka tha në një hadith, me të cilën o vëllezër aq shumë vlerë i dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dietarit, saqë do të mjaftonte tash të hoxha sjell hadithin e Abu Dardas, por hadithi tjetër i cili është që folëm më herët për hadithin e Abu Umamet al-Bahiliyut radhiyallahu anhu, që transmeton Imam Tirmidhiu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ceku pra fillim të asaj pjesës së hadithit që tha se Allahu xhallahu dhe melaçet dhe ato insektet bëjnë dua dhe peshqet në det për atë i cili
ka dituri dhe ja mëson njerëzve hajrin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u cekën tha ai që di dhe ai që nuk di, ai që adhuron Allahun xhel xhelalu është njëri adhurues, por nuk din, por bën ibadet shumë, e adhuron Allahun xhel xhelalu shumë. A ka vlerë ky më shumë se sa një dietar, një hoxh? Atëherë pejgamberi Allahu tha kështu: Fa fadlul ilmi ala al-abid, apo fadlul alimi ala al-abid ke fadli ala adnakum. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, superioriteti i dietarit ndaj atij vetëm adhurues që është, tha është aq i lartë dhe aq e madhe, dhe dallimi është aq i madh, tha sikur vlera ime dhe superioriteti im i pejgamberit Allahut ndaj ndonjërit më thjesht nga ju. Para mendoj vëllezër dietarët thanë në këtë hadith, sikur të kishte thonë pejgamberi Allahut, sikur vlera e ime ndaj më të lartit nga ju do të mjaftonte vlerë e madhe për dietarin. Por pejgamberi Allahut tha, dallimi aq shumë është i madh sa pejgamberi Allahut ndaj ndonjërit më thjesht që ka qenë te shokët e tij. Dallim shumë i madh. Dallimin mes atij që vetëm adhuron Allahun xhel xhelalu, e vjen në xhami dhe pastaj vazhdimisht mundohet ta shon hoxhën, ta shon atjetrin, ta gjithherë merret me hoxhën, me dietarin, me atjetrin. Pse? Se ai kur nuk del në xhami, ai nuk din, ai nuk mëson, ai s'ka kështu, ai s'din ashtu, ai ka më mësu fe mu, ai ky tjetri kështu. Kush ai që mas pakti din për din dhe për fe? Edhe pse i adhurues, po dush më drejtu hoxhës, dush më drejtu atij dietarit i cili ka frikë Allahun, edhe mundohet me ta mësu fejnë Allahut xhel xhelalu. Por ndryshe e ke humbur udhëzimin tënd dhe e ke njollosur ibadetin tënd. Pejgamberi Allahut tha vlera është aq shumë e madhe, saqë në hadithin tjetër pra, të cilën transmeton Imam Ahmedi dhe Abu Davudi nga Abu Darda radhiyallahu anhu, tha e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thonë: Fadlul alimi ala al-abid ke fadlil qamari lejlet al-badri ala sair al-kawakib. Tha shembulli më i lartë i dietarit dhe dallimi i vlerës dhe meritës së dietarit të vëllezër ndaj i atij i cili është vetëm adhuruesi Allahu xhel xhelalu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është, tha si dallimi i vlerës së honës kur është 15 në natën 15 kur është hona e plot, tha ndaj i gjithë yjeve tjerë. Dallim shumë i madh. Edhe pse ti adhuruesi Allahut, por dituria të mungon. Nëse të mungon dituria, atëherë kur mas mendo se i je shumë më i mirë se sa ai i cili ka harxhuar një kohë shumë të madhe për dituri dhe për mësim të fesë. Derisa tha pejgamberi Allahut: Wa innal ulamaa warathatul anbiya. Dhe dinja se dietarët janë trashëguesit e pejgamberëve të Allahut xhel xhelalu. Trashëgimtarët e pejgamberëve të Allahut, dhe se është e ditur dhe e njohur: Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Se pejgamberët e Allahut nuk kanë trashëguar as dinar as dirham, s'kan trashëguar pasuri, po çka kanë trashëguar pas? Ato kanë trashëguar dituri, e kushdo i cili e ka marrur, tha pejgamberi sallallahu diturin e shariatit të Allahut ashtu sikur që duhet, duke ia dhënë hakun dhe duke punuar dhe duke i thirrur njerëzit në të drejtën dhe në të mirën, le ta din bindshëm o vëllezër se tha pejgamberi Allahut e ka marrë me hakun edhe me hisën më të madhe që e meriton të shpërblimeve të mëdha të cilat i ka përgatitur Allahu xhel xhelaluhu për ta. Dhe mu parat njeriu duhet që të mundohet që ta ndëgjon një fjalë, një hadith pejgamberit të Allahut apo ndonjë ajet të Allahut xhel xhelaluhu, edhe ta përcjell te ai tjetri, ta mëson ato mirë, ta ruan ato mirë, edhe ta këshillon dhe tjetrin, se ndoshta vetëm si adhuruesi i Allahut, ndoshta nuk mund ta kuptosh mirë, po ndodh ndonjëherë që ti ta ndëgjosh fjalën e tamashe të thuash valla ndëgjova një hadith pi filan hoxhës kështu, ai tjetri mund me kuptu shumë më mirë se sa ti. Hadithin të cilën e transmeton Imam Tirmidhiu nga Ibn Mes'udi radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: Naddara Allahu 'abdan sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha. Allahu i zbukurov dhe ja freskov fytyrën e atij robi i cili e ndëgjon fjalën time, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pastaj e mëson ato mirë, e kupton ato mirë, e ruan ato mirë dhe e përcjell te tjetri, derisa tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shkak se farubba hamili fiqhin ghayru faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu.
e përcjell të tjerë se ndoshta njëri i cili e bart një kuptim, një fik, një dituri, tha te tjetri që e përcjell do të jetë më i ditur, më i thelluar dhe më shumë kuptim të thellë të ketë në dituri. Ndoshta vetëm barsi që e bart, ndoshta ndonjë mesele ose ndonjë hadith e përcjell shkurt, po dikush mund me e kuptu shumë, ma shumë dhe ma thellë atë argument se sa ai përcjellsi për të cilën e përcjell. Por shkak se pejgamberi sallallahu hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe Muawiya radhiyallahu anhuma, tha: "Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din." Kujt ja don Allahu xhel xhelalu të mirën dhe khairin, mirësin, Allahu xhel xhelalu tha i jep atij kuptim të thellë në fe. Ja kupton fen atij. Ai i cili nuk e ka kuptuar ende fen, le ta dinë se ndoshta është i privuar pi khairit dhe mirësisë Allah. Ai i cili sjell argumente dhe tregon se fen unë që 700 vjet ma ka rujt ky, ma ka rujt ai tjetri, ti vjen me ma prish, le ta dinë se je i privuar nga ky khair dhe nga kjo mirësi. Se me qenaj që të ka nderuar Allahu dhe t'jep mirësi, do t'a kishe kuptuar fen, do t'jep thellësi t'a kuptosh fen Allahu xhel xhelalu. Edhe do të pyetshe shumë më drejt dhe më mirë dhe do t'i ndjekshe argumentet. Mos e shiko personin i cili është dhe të tregon, por ti shikoj argumentin se çka ta jep. Pyet atë hoxhat i dietar dhe thuaj, ku qëndron argumenti o Allah? Unë që to duhet ta di prej ty, kjo fe është emanet. A ka argumente? Nuk ka argument. Për atë të cilën një duke me përcjell, ku qëndron argumenti o dashamir? Po s'kam argument pa kështu është, e nuk mundet ashtu. S'di argument po qështu është. Edhe e pyet hoxhën edhe i tregon fej. Kjo nuk ndodh, s'ka ndodh në asnjë elit, në asnjë epokë. Që t'jetë xhamati shumë më i ditshëm se sa dietari. Nuk ka ndodhur asnjëherë, edhe ta pyetne, edhe pastaj ti tregon se si është feja. Adhurusi nuk mundet që të dinë më shumë se sa dietari. Gjithherë te hoxha duhet me marr mësim, me pyet se si është feja. A është kjo mesele kështu? Nuk është ashtu. Plot kjo ndodhet në, edhe të pyet, edhe pastaj tregon se si është feja. Nuk është ashtu. S'mund me qenë ashtu. Thuhet se ky gjitha librat i ka shfletuar dhe i ka hulumtuar dhe dijen e botës e ka marr, e tash tregon ty fejës çka është. A nuk është kjo turp për ne, o vëllezër? Pra atë pejgamberi Allahu tha, ati që ja don Allahu të mirën, i jep kuptim thellë në fe. Që kur t'ja tregon argumentin e merr edhe e vendos në gjoksin e tij dhe ja nis dhe fillon me një herë që ai ta shtin ato në praktikë dhe ta vepron. E jo të arsyetohet, e të etiketon e të shon, e ky të tregohet se ky merr vesh dhe kupton shumë më shumë. Po bëra të vëllezër, Al-Auza'i rahimullah, ky burr i madh Abdurrahman Al-Auza'i, ky i klasifikoi njerëzit ndryshe. Tha njerëzit të ne, të këto burrat e mëdhej, të elita e madhe që ishin, o vëllezër, këto burrat të mëdhenj, të cilët me të vërtetë i kanë nderuar Allahu me dituri të madhe, tha të na njerëzit klasifikohen ata që din dhe ato tjerët. Veç ata që din kanë pozit, ata që s'din janë njerëz të rëndomt normal. Tha të na njerëzit janë ehlul ilmi, ata që kanë dituri, e pastaj tjerët janë normal. Kurse të na është ndryshë. Se cili livdrohet me prejare, livdrohet me pasuri, livdrohet me gjitha tjere të mira, me dituri ngecin. As mësuesi ka vlerë, as dietari ka vlerë, as hoxha ka vlerë, e as kush nuk ka vlerë, kush ka vlerë, ndoshta dikush i cili vetëm pse është në pozitë të lartë, po ndoshta është shumë i zhveshur nga nderi dhe vlera. Kurse ta Allahu xhel xhelaluhu ka ndryshuar çdo send. Vlerë Allahu i ka dhënë atij që ka kërkuar dituri. Ai që është mësues i njerëzimit, ai që i mëson njerëzit, ai që don kohë për të mësuar fëmijët e tu, atij kushtoi nder, çmim, merit dhe vlerë. Për arsye se ata i kanë ngritur Allahu xhel xhelalu. Kush na mësoi mësim leximin neve? Kush na mësoi shkronjat neve? Po nuk do të ishin ato mësuesit. Do të kishmi ngelur analfabet, o vëllezër. Mos ne kishin shkruajt këtë dituri, ka do ta mirëshmi na, ka do të dishmi na. Mos kishte pas hoxhallar të cilët të mësojnë dietar, të cilët na i shpjegojnë nga do të mirëshmi dituri dhe si do të dishmi të falshim dhe të adhurojmë Allahun xhel xhelalu.
E mu për atë vëllezër një poet arab thuhet se këto poezia i takojnë Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu, i cili tha kështu se njerëzit livdrohen me prejardhje, livdrohen me pasurinë e tyre, me ndjenjën dhe me pamjet e tyre, por ky e tregoi se njerëzit dallohen në dy pikë. Ja janë njerëz të cilët janë të çmuar që kanë dituri, ja nuk janë domethënë me vlerë fare. Por aty lexoj këtë poezia duke thonë: "An-nasu min jihati at-timthali akfa'u, abuhum Adamu wal ummu Hawa'u." Njerëzit tha janë në bazë të origjinës së tyre, ato janë të njëjtë. Kur marrin që të livdrohen në përmjet origjinës, në bazës të cilët e kanë, dihet që ata janë të barabartë për shkak se baba i tyre është Adem a.s. dhe nona e tyre Hava. Fa in yakun lahum fi aslihim nasabun yufakhiruna bihi fatin wal ma'u. Nëse ato livdrohen me origjinën e tyre, me prejardhjen e tyre dikush dhe livdrohet me ta, le ta dinë se përsëri kthehet livdrimi i tyre në poshtrim, se ata nuk janë diç tjetër me të cilën origjina e tyre nuk është diç vetëm se nga balta dhe uji. Por vlerë dhe pozit, kush ka? Tha mal fadlu illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillau. Tha nuk ka vlerë dhe pozit, merit të çmuar përveç se ata të cilët kanë dituri, për arsye se ato janë të cilët i udhëzojnë ata të cilët kërkojnë udhëzim, dhe këto janë ata të cilët ndriçojnë në udhëzimet e tyre. Për ata që kërkojnë udhëzim, dietarët, njerëz të dijes, janë ata të cilët ju ofrojnë udhëzimin e tyre. Wa qadru kullu mri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Vlera e çdo njeriu është aq sa ai ka dituri, vlerësim, ka pozit, edhe ka prioritet, edhe e ka çmimin e lartë të tij, aq sa ai ka dituri. Ngritet vlera e lartë e tij dhe pozita, merit, ka një njeri aq sa ai ka dituri dhe sa zotëron mprehtësi dhe aftësi dhe njohuri dhe dituri. Për arsye se çdo mos dituri, o vëllezër, xehli dhe ignoranca të ban që ti të armiqësojsh njerëz të dijes. Kur nuk din, bëhesh armik i atij që din. Gjithherë kështu. Për atë cekun këtë pozitë, wal jahilun li ahli al-ilmi a'da'u. Tha armiqt e dietarëve janë xahilat. Janë ata ignorantët të cilët nuk din. Dhe më shumti të cilët i armiqsojnë dietarët ai i cili nuk din. Ai që ka xehel, ato xahilat, ignorantët të cilët nuk din, gjithherë janë armiqt më të mëdhenj të njerëz të dijes. Pse se të mundon gjithherë? Ti thua ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi Allahu, ti si intereson se ka thënë Allahu pejgamberi. Xahilit nuk intereson. Ai që s'ka dituri nuk intereson. Se e mohon ajetin e Allahut, se e mohon argumentin, hadithin e pejgamberit Allahut, nuk intereson. Dhe ai kujton se nëse e mohon, do t'i dalin brinat, nuk t'i dalin brinat, o musliman, nëse ti e mohon fejnë Allah. Ti vetëm vetit ton t'i ban keq. Nëse ti e mohon fejnë Allahut, as një sen nuk i ban kërkuje. Po vetëm vetin ton t'i kequ në humnejë. E plot asi të marra, asi lavire që dalin në për interneta, të cilët e shojnë islamin, e shojnë hoxhalare, e shojnë këto, e shojnë, se na ju rejmë ato. E urejnë dijen, ju urejnë ato mësuesit e fesë. Pasi që ti urrejsh ato, kush vlera yte? A ka ngelur islami dhe dietarët që dikush t'i vlerëson një xahil, një ignorant apo një ignorante që të dele ta shfaqin ignorantën e tyre e të i shon burrat e mëdhenj të islamit? O vëllezër, me të vërtetë se kjo koha jonë është aq e tillë dhe aq e ligë që jemi ardhur që ka humbë vlera e dietarëve dhe njerëzve me nderë. Ata të cilët i ka nderuar Allahu xhela xhelalu me dituri, me të vërtetë se mundohen në çdo mënyrë t'i shajnë, t'i ulin, t'i poshtrojnë dhe të i nënçmojnë. Kurse muslimanët rrim dhe përsëri bilen ndonjëherë bashkohen dhe muslimanët mire kanë se hoxhallarët kështu, dietari kështu, ai tjetri kështu. Me të vërtetë se kjo është marrë. Armiqt e dietarëve janë xahilat, ato të cilët nuk dinë. E mu bëran tha, e vazhdon poezin të cilën është mbështetur thashtë Aliu radhiyallahu anhu, këto hoxha nuk i ka cekur, por vazhdon si poezi, fjala po pas duke thonë fazid bi ilmin të ish hayyan abada
shto dituri sa të kesh mundësi nëse don të jetosh i gjallë gjithherë. Fennasu amwatun, njerëzit janë të vdekur, tha dhe ata të cilët kanë dituri janë të gjallë. Wa ulul ilmi ahya'u, fennasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Njerëzit janë të vdekur, e njerëz të dijes janë ata të gjallë. I gjallë ije nëse ki dituri. Mprehtësi Allahu xhelle xhelalu dietarët janë ata të cilët më shumë ti kanë hise në ajetin e Allahut, këto të cilët ju ka dhënë Allahu xhelle xhelalu mprehtësi, kanë basira, thirrin argumente. Kur tha Allahu xhelle xhelalu kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Thuja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë thres në rrugën, kjo është rruga ime. Rruga e Allahu xhelle xhelaluhu, rruga e siratul mustaqim, rruga e shpëtimit. Hadhihi sabili, kjo është rruga ime. Kush dëshiron që të vjen në këtë rrugë që thret, tha Allahu xhelle xhelalu pejgamberit Allahut me thret me çka? Ala basira, thres me mprehtësi, me argumente të qarta. Unë e pasoj dhe ata të cilët unë pasojnë, këtu është shpëtimi. Në rrugën e udhëzimit të Allahu xhelle xhelalu. E më shumë ti kanë hise dietar, të cilët thret në rrugën e Allahu xhelle xhelalu dhe ata të cilët i dinë ato përfundimet se si do të jenë dhe ata mundohen që të i këshillojnë njerëzit dhe japin mundin e madh që të i thirrin njerëzit në këtë rrugën e drejtë me argumente të pastra dhe të qarta. Me një fjalë, hoxhallarët, dietarët, o vëllezër, janë rojtësit e fesë. Janë mbrojtësit e dinit të Allahut xhelle xhelalu që ta ruajnë fen nga ndryshimet, ta ruajnë fen nga turbullirat, ta ruajnë ty fen e Allahut xhelle xhelalu dhe e mbrojnë nga falsifikimet, nga shpikjet, nga bidatet dhe nga gjithë ata të cilët mundojnë që ta zbehin fen e Allahut xhelle xhelalu. Mu për atë vëllezër, këtu do ta ndalemi e vazhdojmë pastaj inshallah në këtë pikë se çfarë pozite i ka dhuruar Allahu xhelle xhelalu dhe disa burrave të cilët i ka nderuar Allahu xhelle xhelalu me vlerën e madhe se si ishin ato mbrojtës dhe rojtarët e fesë, që ato fenë kishin çështjen më shtrenjtë. Një dietar, një hoxh, ai e ka fenë e tij më shtrenjtë se sa vetveten e tij më shtrenjtë se çdo sen, se është feja e Allahu xhelle xhelalu dhe çdo besimtar duhet të jetë kështu dhe për të feja e Allahu xhelle xhelalu nuk ka kompromis. Për arsye se është çështja më e shtrenjtë dhe na si musliman duhet që të i ndëgjojmë këto këshilla me veshët e zemrës, o vëllezër, dhe të i fusim këto këshilla në shpirtin ton dhe të i përcjellim të dashamirët ton e të dim vlerën e dietarëve ton dhe hoxhallarëve ton, se me të vërtet jemi më të nevojshmit që i kemi nevojë për hoxhallar dhe për dietar, e veçanërisht në këtë kohë që është humbur vlera e tyre dhe ndodh ndoshta dhe në vendin ton, ndodh në pjesët jetesës tonë dhe në qytetin tonë, që elhamdulillah mas shumëti sot gjenë hoxhallar e dietar që folet, por mas pakti që kanë respekt dhe kanë nder dhe kanë interes. E kanë në mesin e vetë, e kanë në qytetin e vetë, në fshatin e vetë, në vendin e vetë, por nuk i intereson fare. Nuk i intereson se shpërnda dituri, se mbahet ligjërat ose se dikush fol për fenë e Allahut, anë fakt nëse e shef njeriu ndoshta më të ulët ose më të paditur në fenë e Allahut xhelle xhelalu ose më i nevojshmi për të mësuar fenë e Allahut xhelle xhelalu, pra gjithherë na të kthehemi në vlerën dhe meritën e dietarëve, të cilën vlerë Allahu xhelle xhelalu ja u ka dhuruar dhe këtë merit të madhe, e nëse humb kjo, ta dim se me të vërtet humb udhëzimi jon dhe humb edhe ndriçimi i rrugës tonë. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na bën nga ata të cilët na shprehin me mirënjohje, respekt dhe nder dhe interes për të u shoqëruar me burrat e veçantë të cilët i ka dalluar Allahu xhelle xhelaluhu me dituri, e Allahu ju shpërbleft që bë sabër dhe durim, e që keni nda kohë për të ndëgjuar fjalë dhe këshilla në këtë shtëpi të Allahut xhelle xhelaluhu. Në të shtunën e ardhshme nuk do të ketë ders, se është afër një muajit të madh të cilën Allahu xhelle xhelaluhu është duke na sjellur aromën e tij dhe është duke na u afruar dhe është do të jetë shumë afër, pra të shtunën e ardhshme nuk ketë, po inshallah do të ketë në Ramazan çdo të diell pas ikindis. Do të mundohemi ato të diella, ditat e diella të cilët inshallah janë të lira,
për secilin që të mundohemi, do të vazhdojmë pranë shpjegim të librit në ditët e diella pas namazit të ikindis, duke e lutur Allahu xhël xhelaluhu që të na mundson arritjen e muajit të Ramazanit dhe të na mundëson që na ta shfrytëzojmë ato ashtu si Allahu xhël xhelaluhu është i kënaqur dhe mos na privon Allahu xhël xhelaluhu nga shfrytëzimi i atij muaji se na çet muaj e presmi që na të shfrytëzojmë edhe të mbushmi çantat dhe bagazhet tona. Allahu ju shpërbleft, Allahu nderoft. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.